Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 8 mars të 2025. Duket se është një ditë mjaft e mirë, sepse dielli ndërkëndësh me peshqit me Marsin në gafore. Një kënd pozitiv që ndikon shumë guximin, mundësinë, rëndësinë, vendimin që mund merrni dhe jo vetëm është një ditë pozitive nëse keni pasur probleme, keni pasur debate me njerëz që ju rrethojnë, me probleme të ndryshme që keni pasur, është një moment i mundësi shumë e mirë sepse është një ditë shumë pozitive për të rregulluar ose jeni prishur me një shok, me një mik, me një mike ose doni që tani që ti rregulloni gjërat, është ditë e mirë kjo sot mja. Përfitojnë shumë shenjat, siç janë shenjat e ujit sidomos, gaforia, akrepi, peshqit dhe diçi ose ata që kanë planete në këto shenja. Është një ditë fantastike. Prandaj vini pas, mos harroni pas dore, sepse kjo periudhë, kjo kohë është mjaft e mirë dhe mund të rregulloni gjërat dhe të arrini atë ku dëshironi, sepse është një ditë mjaft e mirë dhe një ditë shumë pozitive në gjëra të mëdha. Në çështjet që kanë të bëjnë edhe me kuptimin e gjërave të mëdha që mund të keni, sepse nganjëherë mund mos jenë gjërat ku duhet, por vjen momenti që juve i rregulloni, por në ditët e caktuara, në ndikimet e planeteve dhe hëna ku jep mundësi, jep dhe kohën dhe koreksin. Tani, para se të fillojmë parashkimin e kësaj date, unë ju kujtoj edhe një herë, por juve që doni që çdo video që Astrologo.al ngarkon në YouTube, dhe dëshironi të dëgjoni të parët, të shkojnë të parët, atëherë duke klikuar te kjo faqja roz këtu, e klikoni dhe zgjidhni paketën që ju intereson dhe më pas shkoni tek sekretaria, e shikoni aty dhe aty duke zgjedhur paketën dhe numrin për kartës të blerjes, e blini paketën dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju që doni që çdo video që Astrologo.al ngarkon në YouTube, e dëshironi të dëgjoni të parë, ta shikoni të parë, atëherë mund ta klikoni te ky butoni këtu dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin, nëse në kohën që jemi live, e klikoni të gjitha, jeni gati pastaj dhe mund të merrni përgjigjen po live. Tani pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat në radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju shenjës së dashit, duket se tani është një mundësi shumë e mirë, sepse dashi gjithmonë ka pasur dhe në role kyçe, gjithmonë ka qenë mjaft pozitiv dhe vendimet që mund të marrë, kohën e dur që ka të bëjnë në çështjet ekonomike financiare në lidhje me role të rëndësishme në fushën e karrierës, sepse duket se tani ka një gjë që juve të shenjës së dashit keni mundësi plus në lidhje me punën tuaj, kurse në dashuri, lidhjet afatgjatë që ka të bëjnë me peshore është aja dhe zheja dhe mund ta shikoni edhe vetë sepse keni diçka shumë të madhe nga mbasditja, por mos se humbisni, nëse keni pasur ndonjë problem, zgjidheni nga ora 10 e mëngjesit. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, meqenëse se juve të shenjës së demit keni disa mundësi shumë të mira në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, sepse ju jeni shumë të vënë pas ekonomisë, edhe keni një çështje tani për ta zgjidhur dhe kjo është një kohë shumë e përshtatshme, jo për të thënë që diçka ose ku diun, por ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me punën, në lidhje me marrja e vendimit të rëndësishëm. Marrja e vendimit të rëndësishëm duket se është pikërisht kjo periudhë, është një periudhë shumë e mirë, është një periudhë e artë në ndryshime dhe ndikime që do të keni tani e tutje, dhe kjo ju bën që të ndjeni mjaft mirë me veten tuaj dhe me punën. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjë me Demt dhe Dishit parë, me Ujor dhe Dishit tretë që është perfekte, por pak vëmendje me Britjan. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, për binjakët në fakt duket se tani në këtë periudhë kanë një mundësi mjaft të mirë se shenja e ajrit të merr vendime për ditën e sotme, dhe keni pasur një debat me dashurin tuaj, keni pasur një debat me punëdhënësit, me persona që janë vende kyçe. Do ta zgjidhni pikërisht këtë problem sepse është koha tani dhe mund të zgjidhet. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë, sepse lidhet shumë lidhjet afatgjatë, duket se ka të bëjnë me shigjetar apo me peshk të Dishit dytë, ku është një periudhë shumë e mirë dhe tepër e mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja
e gafores. Pse gafores? Gafore ka dy gjëra kryesore. Gafore ka mundësinë, sepse shenjat e ujit favorizon shumë sot, dhe është një ditë shumë e mirë nga ora 10 deri në orën 16:30 dhe mund të rregulloni gjërat siç doni juve sepse edhe koha premton shumë gjëra. Është një mundësi shumë e mirë e tepër pozitive, edhe pse me problematika të ndryshme, edhe pse keni pasur çështje problematike të pazgjidhura, vjen një moment tani që e zgjidhni, është një kohë shumë e mirë e juaja. Është një moment shumë i mirë dhe shikoni edhe vetë për arsye të gjërave të mëdha që keni tani tutje. Është momenti më i mirë dhe vendime që do të merrni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me ujor, është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e luanit. Me luanët ka të bëjë shumë koha dita e sotme, sepse kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që vërtet ka ndikime, vërtet ka gjëra që rregullohen në fushën e karrierës, rregullohen në gjëra të mëdha si në fushën e biznesit dhe në gjëra të tjera që do ta shikoni edhe vetë, ka diçka shumë pozitive, por me vëmendje mos harxhoni shumë para se ç'duhet, sepse mund t'ju prishet paksa ekuilibri, edhe pse jeni në gjendje të përgjigjeni gjithçkaje, por nga ndonjëherë gjërat mund të arrijnë ndryshe. Në fushën e dashurisë me ujor është idealja, edhe pse mund keni pasur disa probleme, edhe pse keni pasur disa gjëra që nuk kanë qenë duke duhet, por momenti është i tillë që juve dini të fituar në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë të shenjës së Virgjëreshës. Për Virgjëreshën duket se tani ky moment është momenti i artë, është momenti i komunikimit, i vendimit, i ndryshimit dhe i pozicionit planetar në kohën e duhur. Meqense ky moment është një moment që vërtet dallon mes asaj që bëhet dhe mes asaj që realizohet. Dallon për shumë gjëra. Edhe koha tani që ka treguar është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, është një periudhë afatgjatë që lidhet me ekonominë, lidhet me ndryshime të mëdha që do të keni. Por gjithashtu, është në kjo periudhë tani që do të zgjidhni problematika të ndryshme, do të zgjidhni gjëra që nuk i keni zgjidhur më parë, keni kohë pa i zgjidhur dhe vjen një moment tani, është një moment shumë pozitiv, është një moment i artë për sa përket juve të kësaj shenje, edhe pse Virgjëreshat kanë mundësinë për zgjidhur disa probleme, kanë mundësinë për zgjidhur gjëra që nuk kanë zgjidhur më parë, është momenti tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjë me dem dhe me ujor, është perfekte, pak vëmendje me Virgjëreshët dhe diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e peshores. Për sa i përket peshoreve, peshorët duket se janë në role drejtuese, kanë mundësinë e punës, e gjërave të ndryshimeve të mëdha, të komunikimit, të ndryshimeve të njëjta që kanë tani, por ka një problem vogël mes asaj që është e bërshme, mes asaj që realizohet, po ndonjëherë nuk kanë qenë gjëra siç duhet. Dhe momenti është ai tani i kësaj periudhe, që është një periudhë shumë e mirë, është një periudhë që vërtet është pozitive, vërtet keni mundësinë e pozitivitetit e mënyrës së mundësisë tuaj për punën dhe karrierën dhe ndryshimin e madh që vjen tani, është një mundësi mjaft e mirë dhe koha ka treguar që juve fati ju do, fati ju ndihmon për gjërat që do të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem të diçit parë dhe ujor të diçit vetë është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që është akrepi. Çfarë ndodh me akrepët dhe ku akrepët kanë atë mënyrën dhe mundësinë e duhur të punës së tyre dhe gjërat që do të vinë në anën e tyre. Po, ka një mundësi shumë të artë për sa përket akrepëve. Akrepët do duket se gjërat i kanë në pozitivitet edhe në mundësi të reja që kanë tani e tutje, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat e tyre. Vjen një mundësi e artë tani për kohën, për momentin që keni, sepse është një moment i mirë, është një moment pozitiv për sa përket gjërave që doni të bëni, mundësitë që do t'ju jepen. Kjo periudhë është një periudhë e artë në lidhje me ndryshimin dhe vendimin që mund të merrni, por është hapur një portë shumë pozitive në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime të mëdha që do të keni tani tutje. Këto janë vendime historike, këto janë vendime pozitive për vazhdimsinë dhe kohën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjë me dem dhe me ujor, është perfekte. Pak vëmendje me Virgjëreshët dhe diçit parë ose me dashtë dhe diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët.
Shqiptarët bashkëpunime interesante që kanë të bëjnë pikërisht në këtë periudhë, kanë të bëjnë shumë, sepse shqiptarët lidhen shumë me anën ekonomike financiare me njerëz të rëndësishëm, sidomos shtetet e ajrit, ndash me peshore, ndash me ujor, ndash me binjak, kanë një mundësi të arta mund. Edhe koha dhe periudha kanë ndikimin e vet, sepse me lidhjet që bëhen ose mundësi që ju jepet, është një kohë e mirë tani e tutje, është një kohë pozitive dhe disa ngjarje perfekte që do keni tani e tutje, ku do të zgjidhni gjërat e juaja, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, diçka që kanë bënë me dem dhe me ujor janë perfekte, pak vëmendje me britsjap të ditëshit të dytë, sepse ndryshe mendonin, ndryshe vepronin dhe prishin disa ekuilibra, kështu që mirë është që të shikoni gjërat mos u nxitoni. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e britsjapit. Britsjapit të dashur, me qenë se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë kjo, është një periudhë që rrezatoni në fushën e karrierës, rrezatoni në atë çka doni të bëni, edhe pse në lidhje me disa takime, disa ndryshime që bëhen tani, disa ndryshime shumë të mëdha financiare dhe një moment shumë i mirë tani, momenti më i mirë mund ta thosha unë, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën më tepër, se lidhet shumë me karrierën kjo, dhe është një mundësi e mirë, një mundësi e artë në lidhje me këto gjëra. Por megjithatë, edhe pse një nga mundësi që keni ju ose një çështje që lidhet me punën aktuale dhe diçka shumë të madhe që keni tani tutje, është koha për të marrë vendime të rëndësishme dhe është koha për të nisur diçka të re në fushën e biznesit, diçka të re në fushën e karrierës dhe pikërisht është ky moment tani, pikërisht mund të zgjidhni çdo lloj problemi që keni, çdo lloj gjëra që juve keni të dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjë me dem të ditëshit parë, shqiptarët e ditëshit tetë është perfekte, pak vëmendje me britsjap. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Për sa përket shenjës së ujorëve, ujorët duket se ndryshimi dhe vendimi që merrni në kohën e duhur, një moment mjaft i mirë dhe pozitiv në anën tuaj, në lidhje me çështjet e karrierës, në lidhje me çështjet e biznesit që merrni juve të kësaj shenje, edhe pse mund të tjerë mund të thasë çfarë duan xhanëm, por juve shkojnë drejtimin tuaj edhe mundësitë që do t'i jepen tani atje. Do të keni mundësi të arta në fushën e karrierës. Dhe një nga mundësitë që do të keni tani nisni se shenjat e ajrit kanë mundësinë sot, ndash në bisedime, ndash në drejtime të ndryshme, do të keni pasur probleme me X, Y, ku di unë, po vjen një moment tani, nga do që ta kthesh, sido që të vinë gjërat, është momenti më mirë i mundshëm dhe i artë në anën e karrierës së biznesit. Kështu që kjo nuk ka vend për të shqetësuar, sepse edhe me kalimin e kohës dhe gjërat që do të vinë tani dhe momentet që do të kenë tani janë momente mjaft mira në lidhje me punën dhe karrierën, lidhje me ndryshimin dhe vendimet që mund të keni. Në këto çështje nuk ka vend për të shqetësuar, nuk ka vend fare, sepse gjërat janë mjaft pozitive dhe është një moment mjaft i mirë, është një moment shumë pozitiv në çdo aspekt, në çdo vendim, në çdo drejtim që mund të merrni. Për sa përket kohës dhe momentit që keni tani, për sa përket gjërave që do të keni dhe çështjet që do të rregulloni, stabilizoni, është kjo periudhë, është periudha juaj, është periudha më e mirë e mundshme nëse doni të bëni diçka të mirë, diçka të re, është koha juaj dhe mund ta realizoni. Në çështjet që lidhen me një udhëtim të largët e keni kohën dhe mund ta bisedoni sot sepse do t'ja vlej. Shkojmë tek shenja e radhës që janë peshqit. Për sa përket shenjës së peshqeve, peshqit duket se tani në këtë periudhë mundohen shumë të bëjnë më të mirën e mundshme. Ngadonjëherë mund mos i arrijnë atë ku duhet për një arsye apo për tjetrën, por jo për fajin e tyre ama, se kanë bërë shumë dhe të tjerë nuk kanë ditë vlerën që kanë peshqit në fushën e karrierës. Dhe vjen një moment tani që për disa gjëra të vogla, kur juve kishit nevojë, dera nuk hapeshe. Kur ata kanë nevojë për juve, bëhen urë për të kaluar. Mirë po, tani kanë ndryshuar gjërat, kanë ndryshuar me shpejtësi madje. Madje është një moment tani që disa problematika të ndryshme që të tjerë mund të kenë, mund ta bisedojnë me juve. Kjo është janë e mirë sepse shkon fjala juaj, sepse vlerësoheni për atë që thoni. Dhe është një mundësi e artë që juve mund të arrini qëllimin tuaj. Nuk ka vend të shqetësuar këtu sepse gjërat do vinë aty ku duhet. Është një mundësi shumë e mirë sepse ndryshe mund mendohet, ndryshe mund veprohet dhe koha tregon që po është momenti, po është mundësi. Edhe çështjet e rëndësishme që mund të keni tani tutje. Prandaj gjithçka shkon mbar, gjithçka arrihet.
Pane nuk ka vend për të shqetësuar dhe mos u dëshpëroni fare sepse koha ka arritur atje ku do ju dhe është një mundësi shumë e mirë për sa i përket stabilizimeve. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash, kanë të bëjnë me peshore është perfektja, por në shqyrtar shkoni në altar. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 8 mars të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë vetëm një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, po do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të bashkimit të detajuar. Atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, pikërisht kjo fashja këtu, e klikoni dhe duke klikuar jeni gati për të marrë shërbimin që ju intereson dhe më pas duke klikuar shkoni tek sekretaria atje dhe atje pastaj siç e shikoni jeni gati për të biseduar nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që çdo video që astrologu.al ngarkon në YouTube dhe doni që në kohën që jemi live të dërgoni mesazhe, të dëgjoni mesazhet ose çfarë doni, mund ta bëni subscribe, butonin e zilës dhe jeni gati pastaj për të marrë një përgjigje live. Një rregulla, më të mirë, një oraj, gjithë mirë.